Dinamo City do të jetë kundërshtari i radhës për Vllaznin. Sfida është e vlefshme për gjysmëfinalet e kthimit të Kupës së Shqipërisë. Barazimi pa gola në ndeshjen e parë luajtur në Loro Boriçi lë gjithçka të hapur për përcaktimin e skuadrës finaliste. Në konferencën e prekndeshjes, tekniku kuqe blu Berdarić është i vetëdijshëm mbi vështirësinë e saj. Tani është momenti i duhur për të arritur finalizimin e asaj për të cilën kemi punuar fort që prej fillimit të sezonit. Vazhdimësia ka qenë pozitive për ekipin deri në këtë moment. Për shkak të rezultatit në ndeshjen e parë, ne duhet të jemi të përqendruar për të dhënë maksimumin në Elbasan përballë Dinamos. Secili nga lojtarët i di mirë detyrat e veta si në sulm, mes fushë dhe në mbrojtje. Shpresoj shumë që të jetë një ditë e mirë për Vllaznin dhe për tifozërinë shkodrane në stadion. I pranishëm në konferencë, kapiteni i Vllaznis Bekim Balaj ndihet optimist për kalimin me sukses të kësaj sfide. Në këtë pikë sezoni që jena, ka me të vesh një ndeshje për kampionat për të konfirmuar është atë dyshën e parë të Final Fourit, por përpara kena ndeshje akoma më të rëndësishme, shumë të rëndësishme, mund të them me Dinamon. Një ndeshje që na siguron finalen. Pas ndeshjes parë që u lut në Shkodër 0-0, mendoj që kjo do luhet si finale, si ka gjitha rezultatet më rënd. Përqendrimi është maksimal, mund të them që vim dhe një gjendje psikologjike të mirë, pasi në ndeshjen e fundit siguruam dhe vendin e dytë siguruam. Jemi momentalisht në vendin e dytë. Krahas gjysmëfinales Dinamo City Vllaznia, që do të luhet mbrëmjen e 23 prillit në Elbasan Arena në orën 19, çifti tjetër i gjysmëfinales është ai mes Partizanit dhe Ignatias.